në emër të fesë kundër kombit, sa gjatë do të tolerohen ata që poshtërojnë identitetin shqiptar, në çdo shoqëri serioze vjen një moment kur duhet thënë qartë, liria e besimit nuk është licencë për të goditur identitetin kombëtar, historinë, gjuhën, figurat themeluese dhe dinjitetin e një populli. Kush fshihet pas petkut fetar për të helmuar ndërgjegjen kombëtare, nuk po predikon fe, po ushqen përçarje, po minon kujtesën historike dhe po godet shtyllat morale mbi të cilat qëndron një kombë. Hapësira shqiptare ka tolerancë fetare si një nga vlerat më të larta të saj. Pikërisht për këtë arsye, ajo nuk duhet ngatëruar kurrë me nënshtrim ndaj çdo zëri që tenton të përmbys identitetin shqiptar nga brenda. Nuk mund të pranohet që në emër të fesë të vihet në dyshim figura e Skënderbeut, të përqeshen shenjtorët, të zbehet gjua shqipe, të relativizohen dëshmorët apo të sulmohet vetë ideja e shqiptarisë. Kjo nuk është më debat. Kjo është përpjekje për shpërbërje kulturore. Kombi shqiptar nuk është ndërtuar nga ata që kanë mbjellë përçarje, por nga ata që kanë mbrojtur tokën, gjuhën, kujtesën dhe emrin shqiptar në kohë shumë më të errëta se këto. Heronjt kombëtar, dëshmorët, rilindësit, klerikët patriot, intelektualët dhe martirët e këtij vendi nuk sakrifikuan që sot disa individ të dalin në podiume, në rrjete sociale apo në faltore e të shpallin luftë kulturore kundër vetë themelit kombëtar. Duhet thënë pa ekivok, kush predikon urrëtitje ndaj identitetit shqiptar, kush përpiqet të zëvendësojë vetdijen kombëtare me bindje fanatike, kush e sheh kombin si pengesë dhe jo si shtëpi, nuk meriton të trajtohet si udhërrëfyes shpirtëror. Ai është problem publik. Dhe problemet publike trajtohen me ligj, me shtet, me institucione, me verifikim të financimeve, me kontroll të rrjeteve ideologjike, me ndalim të gjuhës nxitëse dhe me masa të qarta ndaj kujto që shkel rendin kushtetues dhe bashkëjetesën kombëtare. Shqiptarët nuk kanë nevojë për importues të errësirës. Nuk kanë nevojë për njerëz që përpiqen të mbushin mendjen brezave se përkatësia fetare duhet të qëndrojë mbi kombin, mbi gjuhën, mbi historinë dhe mbi figurat që i dhanë formë vetë ekzistencës sonë si popull. Kjo logjik është helm. Dhe helmi, kur lihet të qarkullojë gjatë, dëmton breza të tërë. Heshtja përballë këtij fenomeni është bashkëfaqësi. Politika shpesh ka zgjedhur të mos flasë nga frika e kostos. Institucionet kanë lëvizur ngadalë. Një pjesë e medias është strukur mes korrektesës boshe dhe frikës për t'u përballur me radikalizmin. Por një shtet që nuk reagon kur sulmohet identiteti i vet, është një shtet që pranon të gërryhet nga brenda. Nuk bëhet fjalë për luftë ndaj fesë. Përkundrazi, bëhet fjalë për mbrojtjen e fesë nga instrumentalizimi i njerëzve që e përdorin si maskë për agjenda përçarëse. Besimi i ndershëm nuk ka nevojë të poshtërojë kombin. Predikimi i pastër nuk ka nevojë të shajë historinë e popullit ku jeton. Udhëheqësi shpirtëror që respekton vendin ku predikon, nuk e sulmon themelin e atij vendi. Trevat shqiptare duhet të mbajnë vijë të qartë. Kush respekton ligjin, bashkëjetesën, identitetin kombëtar dhe paqen shoqërore, është pjesë e kësaj hapësire. Kush i sulmon ato, duhet të përballet me shtetin dhe ligjin pa mëshirë institucionale. Jo me histeri, jo me turm, jo me arbitraritet, por me vendosmëri të ftohtë shtetërore. Sepse dinjiteti kombëtar nuk negociohet. Identiteti kombëtar nuk dorëzohet. Gjuha, heronjt, kujtesa dhe shenjtorët e këtij populli nuk lihen në mëshirën e askujt që vjen për t'i përballur. Kur kombi sulmohet nga jashtë, reagimi është i natyrshëm. Tragjedia fillon kur ai sulmohet nga brenda dhe shtiret sikur nuk sheh. Pikërisht aty nis rrëshitja. Dhe pikërisht aty duhet ndalur.